Një deklaratë e Albës ka ndezur debat të fortë brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother Kosova. Sipas saj, sjellja e Elionës ndaj Tonit nuk është thjesht miqësore, por një përpjekje e vazhdueshme për ta afruar dhe për ta pasur në krahun e saj në lojë. Këto fjalë u interpretuan si shokuese nga publiku, sepse prekën drejt për drejt marrëdhëniet dhe strategjitë personale të banorëve. Alba sugjeroi se Eliona i është vënë pas Tonit me këmbëngulje, duke përdorur afrimitetin emocional dhe praninë e vazhdueshme si mënyrë për të ndikuar në vendimet e tij. Sipas Albës, kjo nuk është thjesht simpati, por një strategji për ta bërë Tonin të vetin në kuadër të lojës. Duke krijuar aleanca të forta dhe duke siguruar mbështetje në nominime, nga ana tjetër, Eliona nuk i ka pranuar këto interpretime, duke theksuar se marrëdhënia me Tonin është e sinqertë dhe pa prapavijë strategjike. Ajo ka deklaruar se afrimiteti në shtëpi shpesh keq kuptohet dhe se çdo veprim i saj buron nga karakteri dhe jo nga llogaritë e lojës. Kjo përplasje ka nxjerrë në pa një nga temat më të zakonshme në Big Brother. Ku mbaron ndjenja dhe ku fillon strategjia? Publiku mbetet i ndarë, disa e shohin Elionën si lojtare të zgjuar që di të krijojë lidhje, ndërsa të tjerë i japin të drejtë Albës, duke besuar se afrimi me Tonin është i qëllimshëm dhe i kalkuluar. Në fund, kjo situatë tregon se Big Brother nuk është vetëm një lojë karakteresh, por edhe perceptimesh. Një deklaratë e vetme mjafton për të ndryshuar narrativën dhe për ta kthyer një marrëdhënie në temë kombëtare diskutimi.